Sekreti i gjysheve për një kuzhinë që shkëlqen. Nëse doni të dini si të veproni me solucionet që përdorni për pastrimin e shtëpisë në shëndetin tuaj, do e reduktoni në mënyrë drastike përdorimin e tyre, por mund të përdorni alternativat e tyre natyrore. Duhet të dini se shumë nga përbërësit e ushqimeve mund të transformohen në pastrues efektiv. Ndaj përdorni kripën, uthullën dhe sodën e bukës për të pastruar në mënyrë ekologjike. Për shkak të vetive të saj lagështiethillëse, për shekuj me radhë kripa ka luajtur një rol kyç për ruajtjen e ushqimeve, por ajo është gjithashtu një dezinfektues i madh dhe i përshtatshëm për një shumëllojshmëri të përdorimeve shtëpiake, për larjen dhe dezinfektimin gjithashtu edhe të objekteve të ndryshme. Për larjen e dezinfektimin e dyshemes mund të bëni ujë të nxehtë me një grusht me kripë të tretur në të kombinuar me një lugë uthull molle. Ajo është gjithashtu e dobishme për njollat e veshjeve dhe të peshqirëve. Kombinimi i uthullës me sodë bukë gjithashtu mund të jetë një zgjidhje e mirë.